Policia e Shkodrës ka vënë në pranga 3 shtetas dhe ka shpallur në kërkim një 33 vjeçar, ndërsa 2 punonjës të OSHS janë ndaluar dhe 5 të tjerë janë proceduar penalisht për shpërdorimet e tyre të kryer në bashkëpunim. Gjatë kontrolleve një magazin e lagjen Mark Lula, të përshtatshëm për kultivimin dhe tharjen e kanabisit, u sekuestruan 119 bimë narkotike, mbi 2 kg lëndë thar, si dhe 284 pajisje elektrike të përdorura në këtë aktivitet. Po ashtu sekuestruan 7 celular. Në banesën e shtetasit të shpallur në kërkim KP, policia gjeti një armë zjarrit tip pistolet, municion luftarak, dokumente italiane dhe targa angleze të dyshuara se të falsifikuara, bijuteri, një orë Rolex, një DVR, një fenelin të ngjashme me ato të policisë, pajisje për armë si dhe një shumë parash në pound. Të arrestuarit janë PN 27 vjeç, banues në Torovic, SG 24 vjeç nga Mjeda, AB 58 vjeç nga Shkodra, ndërsa në kërkim është shpallur 33 vjeçari KP, banues në Shkodër. Për shpërdorim detyre u ndaluan punonjësit e OSHS, GA 63 vjeç dhe BC 23 vjeç, ndërsa u proceduan penalisht edhe 5 të tjerë. Policia njofton se operacionet do të vijojnë, ndërsa vijon puna për kapjen e shtetasit të shpallur në kërkim dhe dokumentimin e plot të veprimtarisë kriminale. Materialet janë kaluar prokurorisë së Shkodrës për veprimet mëtejshme.